Doli me shok pas iftarit, por në shtëpi nuk u kthye gjallë. 19 vjeçarit Ardit Zymerit ja mori jetën bashkëmoshatari i tij Bleondi Brani, i cili shtiu me armë zjarri në të, rreth orës 20:30 në rrugën Galip Badivuku në Vushtre. Ka qenë në shtëpi, ka hungër iftar me familje, ka dalë sikur tonë të rritë si po dalin tash në qytet, me shoqëni, me kolegë, edhe mas një kohë na kanë thirrë policia në telefon. Mjekët konfirmuan vdekjen në vend të ngjarjes, ndërkohë policia arrestoi të dyshuarin që shkrepi 3 plumba. Bleondi Brani ka pranuar fajësim për vrasjen e bashkëmoshatarit të tij. Arma e krimit është sekuestruar. Prokurori kujdesari prokurorisë Melori në Mitrovic ka dalë në vend ngjarje bashkë me policinë dhe njësi tjera relevante dhe janë duke mbledhur të gjitha provat lidhur me këtë ngjarje të rëndë. Çka mund të konfirmojmë është që gjatë marrjes në pyetje personi dyshuar për këtë rast e ka pranuar kryerjen e veprës penale. I dyshuari u dërgua në gjykatë hënën ku prokuroria kërkoi caktimin e masës së paraburgimit, ndërsa në shtëpinë e tij është konfiskuar edhe një armë gjatë me 5 fishek. Familja Zymeri e hapi të pamën për djalin e tyre. Xhaxha i tha se nuk kanë pasur probleme me ndokënd. Na si familje nuk kena pas keqe me kërkon. Absolut me kërkon. As djali, as na si familjar. I ndjeri Ardit Zymeri është varrosur të hënën në fshatin Dubovc të Vushtrisë.